Mirëmbrëma të dashur bashkëqytetar, i nderuar profesor doktor Sali Berisha. E gjithë Dibra sot është shembur dhe ka ardhur në sheshin Elezi Sufi, ndërsa qyrikët kanë hikur nga ky qytet bashkë me qyrikun e tyre. Demokrat dhe socialist janë në bulevardin Elezi Sufi. Qyriku dhe qyriku e kanë kaluar Lumindrin, kanë hikur jashtë Dibrës, i ka kap frika, i ka kap paniku, ato janë humbs, ato do të humbin, ato do të japin llogari për krimin dhe korrupsionin që kanë bërë në këto 12 vite. Kryeministri Qyrik në 12 vite e ka kthyer Dibrën në zonën më të varfër. Krye Qyriku, kryeministër Hajdut, si askush tjetër, i ka mbyll shkollat e Dibrës. Kryeministri Qyrik, si askush tjetër, e ka mbyllur Universitetin Shtetëror të Dibrës. Kryeministri hakmars, politik, por dhe krajnor, për çakun Dibër, por dhe për çarqet e Shqipërisë së Veriut, e ka diskriminuar këtë zonë, sepse gjysma e komunave, 90% e fshatrave në këtë zonë nuk kanë asnjë metër asfalt. Çdo asfalt që është në këtë qytet, në këtë qark, kanë vetëm emrin e Sali Berishës, kanë vetëm investimet e Partisë Demokratike, ndërsa ky kryeministër hakmars ndaj demokratëve, hakmars krajnor ndaj çakut Dibrës dhe qarqeve të Veriut, i ka dhënë vetëm 6% të buxhetit shtetit në këto 12 vite, duke diskriminuar. Është e patolerueshme, ndaj dhe sot demokrat dhe socialist e kanë mbushur këtë shesh për të shembur këtë qeveri krimi dhe korrupsioni. Ky kryeministër hakmars si askush tjetër e ka mbytur shëndetësinë, shëndetësi falas, por nuk ka asnjë që ndark falas që jepen nga buxheti i shtetit, por kemi 450 milion euro të 4 koncesioneve korruptive që i ka përfituar kryeministri Qyrik dhe qyrikët e tij, po qytetarët nuk e kanë përfituar. Sot kudo që shkosh, ke qendra shëndetësore të mbyllura, ke një spital që duhet paguash dhe nuk shërohesh dot. Ky kryeministër e ka zhbor Dibrën, e ka shkatruar bujqësinë. Sot bujqit e Dibrës, fermerët e Dibrës kanë falimentuar sepse asnjë qendar e buxhetit shtetit nuk ka shkuar te fermerët, nuk ka shkuar te bujqit. Sot qytetarët e Dibrës konsumojnë produkte të Serbisë, të vllajt të madh të kryeministrit, sepse paratë e bujqësisë, paratë e shëndetësisë, paratë e investimeve i ka përfituar krye Qyriku me qyrikët e tij në këto 12 vite. Ky kryeministër që ka kthyer Shqipërinë në një republik pensionistësh, 790.000 pensionistë që delën me një pension minimal. 60% e këtyre pensionistëve marrin një pension të pjesëshëm. Pensioni që ato marrin është më pak se sa 12 vite më parë, sepse janë divishuar çmimet, sepse janë trevishuar çmimet, po pensioni ka ngelur paj. Ky kryeministër hakmars ndaj qytetarëve të saj e ka shpopulluar qytetin e Peshkopis, e ka shpopulluar çakun e Dibrës, e ka shpopulluar Shqipërinë, por dallga e shpopullimit do t'i rikthehet në bumerang me datë 11 maj, duke votuar kundër këtë qeveri krimi dhe korrupsioni. Qytetarët çakut Dibrës kanë votuar në vendet e tyre ku ato janë, kanë votuar Nishin, kanë votuar Shpresën, kanë votuar Sali Berishën, kanë votuar të ardhmen e tyre, kanë votuar familjen, kanë votuar të ardhmen e Dibrës, kanë votuar për historinë e famshme që ka Dibra. Por demokrat dhe socialist si asnjëherë tjetër janë bashkuar
janë bashkuar për ta shembur këtë qeveri krimi dhe korupcioni që ka shpopulluar si askush tjetër këtë vend. Kjo qeveri kriminale e ka lënë deregjem sepse papunësia i ka detyruar që dhe dikush që merr një ndihmë ekonomike 15.000 lekë vjetra apo qoftë 30.000 lekë vjetra është e pamjaftueshme dhe ndërkohë qeveria krimit dhe korupcionit me miliona euro i ka përfituar. Me miliona euro i ka përfituar dhe tek ky bulevard. Në 4 vite 2 milion euro para 5 vitesh 4 milion euro tani. Dhe këto para shkojnë në xhepin e kryeministrit dhe të qyrikëve të tij. Partia Demokratike ka një platformë qartë, ka një platformë që konsiderohet një plan Marshall për ta shpëtuar Dibrën, për ta shpëtuar Shqipërinë. Edhe këtë mund ta bëjë vetëm platforma e Partisë Demokratike. Këtë mund ta bëjë vetëm Sali Berisha. Ai e ka bërë ku ka qenë kryeministër. Ai e ka integruar Shqipërinë në NATO. Ai ka bërë liberalizimin e vizave. Ai do ta kthejë Shqipërinë në standardet e Bashkimit Evropian. Kudo që shkojmë, kudo që kam shkuar në çdo njësi vendore të këtij qarku, jo vetëm demokratët, por dhe socialistët na janë bashkangjitur, sepse dhe ato kanë nevojë për të patur minimumin jetik të tyre 200 euro, sepse dhe ato kanë nevojë për të patur 2 fishimin apo 3 fishimin e pensioneve, sepse dhe ato kanë nevojë për të patur biznese pa taksa dhe tatime, sepse dhe ato kanë nevojë për të patur paga më të larta, sepse dhe ato kanë nevojë për ta përgjithësuar energjinë elektrike, sepse ato kanë nevojë për ta përgjithësuar çmimin e naftës. Ndaj sot kanë ardhur demokratë dhe socialistë për ta votuar kundër këtë qeveri krimi dhe korupcioni. Në këto 4 disa na kanë ngelur të gjithë demokratët, por dhe socialistët do të shkojnë dhe trokasin kudo, tek demokratë dhe socialistë, por jo tek qyrikët. Ne nuk kemi nevojë për votat e qyrikëve. Ne nuk kemi nevojë për votat e hajdutëve. Ne nuk kemi nevojë për votat e atyre që kanë lyer duhet e tyre me gjak, por ne kemi nevojë për votat e dibranëve të ndershëm. Ndaj të gjithë së bashku, ne me datë 11 duhet votojmë vetëm numrin 1. Si dita e shpresës, si dita e Shqipërisë së ardhshme. Përfaqësuesit e Partisë Demokratike janë persona me një background shkëlqyer, background publik, background politik dhe social, dhe që ka prishur mendjen të demokratëve dhe socialistëve për të votuar. Por qyrikët kanë drejtues qaku një person i cili ka një dosje të hapur, dosjen e vjedhjes votave në Durrës në vitin 2017. Ka një kryeministër që të ka një dosje të hapur në Dibër, dosjen 184. Ka një kryeministër